Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Në pjesën e parë të këtij emisioni ne do të flasim për vrasjet që janë shtuar dhe autorët që vazhdojnë të ikin në drejtim të paditur. Vazhdimisht ata janë në këtë drejtim dhe nuk gjenden. Vazhdimisht është një makinë që digjet, diku në pak larg vendit ngjarjes, digjet e gjitha shkrumbohet, tregohet dhe makina e djegur, dhe deri këtu shkohet. Pra, sistematikisht kemi vrasjet dhe sistematikisht kemi vrasjet që ikin vazhdimisht në drejtim të paditur. Kjo do t'jetë pika e parë, pjesës parë, që ne do diskutojmë. Pastaj, po në këtë pjesë, ne do të flasim për SPAK-un dhe BKH-n, të cilët do të jenë me kryetar të rinj, për fare pak kohë, Dumani dhe kryetari tjetër aktual, kush është tjetri Klodi se ti dimi. Zonja Hajna është larguar, kështu që... Ai që do vija, ai është i komanduar për momentin. Zonja si quhet? Aida Hajna është larguar nga drejtimi. Është larguar. Po pritet zgjedhja drejt Për momentin ai që i cili është paraqitur ndërkohë, te SPAK-u e ka paraqitur zënës drejtorit dhe është paraqitur ai. Tani, në këto dy momente ne do të mbetemi në pjesën e parë, pastaj në pjesën e dytë ne do kalojmë në një moment sa momente të tjera, vazhdimisht ju kam thënë, ndoshta do ju kam bezdisur, vazhdimisht ju kam thënë që ngjajnë shumë gjërat që ndodhin këtu, edhe pse janë krejt ndryshme ngjajnë. Ngjajnë jo në formë, në përmbajtje, janë pothuajse të njëjta gjëra, ndodhin edhe pse janë të ndryshme. Për shembull, sot u zhvillua dhe foltoria numër 3 e Partisë Demokratike. Edhe ajo mbahet në mënyrë shumë të rregull, ka filluar të mbahet shumë të rregull, po vazhdimisht paksojnë njerëzit. Ndërsa te vrasjet ikin në drejtim të paditur dhe rriten vrasjet, këtu bëhet foltoria dhe paksojnë njerëzit. Ndërkohë, pas kësaj do kalojmë edhe te problematika e nesërme, gjyqi, te gjykata kushtetuese që ka kërkuar qeveria e Dirama që të bjerë pezullimi i Belinda Ballukut nga gjykata GKO-ja, por nga SPAK-u, mund të themim shumë, sepse ata kanë kërkuar dhe gjykata ka vendosur po. Atëre, për të pjesën e parë, siç u thash, është Klodiana Lale, gazetare e njohur tani, nderuar teleshikues, që njihet djersisht nga ju. Faleminderit shumë. Lara. Ferdinand Dervishi, Sokol Bregu dhe zoti Andi Tela do të komentojnë bashkë me mua këto problematikat e që thamë për pjesën e parë. Tani, çfarë ka ndodhur? Biznesmeni 43 vjeçar Mondi Mahalla. Mondi apo Edmonte ka kë? Ka të dy emrat. Ka dy emra, ka dhe emër tjetër. Mond Mahalla ose Edmond Hyka? Edmond Hyka. Po Mahalla pse e ka originalin ka? Hyka. Kam përshtypjen që... Djes pastë, se s'është me tani ai, ke përshtypjen ti që originalin ka patur Mahalla, apo Hyka? Hyka dhe tani, po, është, djes pastë është personi të cilin ne shohim në ekran. Mond Hyka ose Mond Mahalla, i cili ishte ekzekutuar në Elbasan në momentin ku po dilte nga ambientet e biznesit ti. Si ka ndodhur ngjarja? Klodo, si ka ndodhur kjo? Si është kjo gjë tani? Çfarë do të them? Në fakt, ka patur shumë raportime në lidhje me ngjarjen në fjalë. Ditën e sotme është më e qartë dinamika e asaj çfarë ka ndodhur, edhe nisur nga pamjet filmike të kamerave të sigurisë. Rezulton që një automjet tip Audi, i cili është gjetur ditën e sotme i djegur në një fshat të Librazhdit, që është në pronësi të një prej kompanive të vetë viktimës, pra Mond Mahallës, është përdorur nga autori dyshuar i ngjarjes, i cili mendohet të jetë vetëm një i vetëm. Personi ka pritur derisa Mond Mahalla ose Edmond Hyka, sepse i ka të dy emrat, ka zbritur nga zyra e tij e punës, aty ku qëndronte në fakt pjesën më të madhe të kohës. Në momentin që ai ka zbritur tek automjeti i tij që e kishte të parkuar në afërsi të karburantit, sepse duhet të theksuar që biznesmeni Mahalla kishte në pronësi karburantin Gjagja Oil dhe pikën e taksive ose shoqërinë e taksive El Taksi ose El Basan Taksi. Në momentin që ka zbritur, automjeti tip Audi i është afruar dhe një moment shfaqet në kamera një person i cili zbret sipas pamjeve filmike nga vendi i shoferit, ka një kapuç në kokë që nuk shquhet se kush është ky person
dhe i afrohet tek vendi shoferit edhe Edmond Tykës, sepse ai ishte duke ndezur makinën se sa po kishte hyrë. Me sa duket ai trembur ka tentuar të eci ndjetro me makinë, por e ka qelluar, pra autori dyshuar e ka qelluar me një armë të tipit pistolet 6 herë, 5 plumba e kanë kapur, 3 në trup dhe 2 në kokë dhe 1 plumb ka shkuar, është gjetur në pjesën e automjetit. Dhe më pas është larguar për ta djegur automjetin. Pra kjo është dinamika e ngjarjes që ka ndodhur në pak minuta. Kjo është dinamika, tani fakti që automjeti ka qenë në pronësi të kompanive të vetë Mondi Mahallës, në një farë mënyre ka devijuar ose ka orientuar grupin e hetimit për të thirrur dhe marrë në pyetje të gjithë punonësit e kompanisë dhe të gjithë ortakët apo ish ortakës e Mondi Mahallës dhe për të parë nëse ata kanë konflikte të biznesit apo jo. Ja, të ndalemi këtu. Jo, do ndalemi tek kush është Mond Mahalla? Po patjetër, po dhe një moment. Edhe një moment, po. Tani vetëm pak minuta përpara se ne të hynim në studio, policia e Elbasanit është duke kryer veprime hetimore në zonën e Lezhës. Aty është identifikuar një person i cili ka drejtuar automjetin tip Audi për gjatë ditëve të fundit dhe është fokusuar në një kamera sigurie në rrugën e Kombit. Ky person është ndaluar vetëm pak më parë në zemër qytetit Lezhës, është duke ushtruar kontroll në banesën e tij. Identiteti është Naldi Gjoni dhe do të pyetet në lidhje me të gjitha lëvizjet e ditëve të fundit. Pra, kur e ka marrë këtë automjet, nga kush e ka marrë, nëse ka përdorur ai para ngjarjes apo natën e ngjarjes, ja ka dhënë një personi tjetër, sepse në këtë mënyrë po përpiqen të shkojnë drejt personit i cili e ka përdorur këtë automjet. Ndërkohë që Naldi Gjoni, thoni ju, është personi që shoqërohet ka patur mjetin. Po, ditët e fundit, pra është kapur në momentin kur bën pagesën në rrugën e Kombit, ju e dini që ka një tratu që bëhet pagesa, aty është fokusuar nga kamerat e sigurisë dhe është identifikuar që është ky personi i cili ka patur në përdorim me automjetin. Nëse ka përdorur ditën e djeshme, pra mbrëmjen e kaluar ku ka ndodhur edhe ngjarja, nëse është gjendur ose jo në Elbasan, këtë do duhet ta sqarojë policia e shtetit, sepse në këto momente që ne flasim është rrugës për të shoqëruar nga Lezhë në drejtim të Elbasanit, ku sigurisht do të pyetet nga grupi i hetimit. Po ju kaloj edhe një moment, është një pistolet tip Beretta që është gjetur nga ana e punojësve të policisë dhe që mendohet të jetë përdorur në ngjarje. Në kalon shmua? Po, do përpiqem ta kaloj nëse do të arri. Në fakt, të më shumë i kalojnë Rozhanit, po hajde, mua ma kaloj, s'ka probleme jo, se unë e kaloj atje. Po, atere, pistoleta është gjendur në tek automjeti, po. Tek automjeti. Jo e dëmtuar, e pa djegur, si mos e kalën dhe kotat. Po tani, ndoshta, ajo pastaj është një çështje që e sqaron hetimi, por gjithsesi. Po ka gjenden, po ja, ka që vazhdojnë, gjenden elementë, ndalohet një njeri që ka patur automjetin, do me thënë deri këtu shkohet, përgjithsisht në ngjarje të tillë, në vrasje. Shkohet deri këtu, do me thënë, zbulohet mjeti, digjet ai, zbulohet në fillim, zbulohet një kobure aty, ose një tjetër, dhe mbaron këtu. Tani, kush është Mond Mahalla, se biznesmen thonë të gjithë tani, po dhe një biznesmen tani që dalin dhe zjerin koburen dhe i bien, i edhin plumba shumë në kokë, tani kjo pak e çuditshme është, kush është Mond Mahalla dhe çfarë dim për te? Njihet si një person që ka probleme me... Pra ka 2 bizneset, njëra një pikë karburanti dhe një kompani taksish në Elbasan. Është i vllai i Aldo Mahallës, i cili është arrestuar në Itali në vitin 2013 në një operacion ose një maxi operacion në zonën e Astit, të quajtur Kokash, ky maxi operacioni, një nga operacionet më të mirat policisas italiane të kësaj kohe. Në qendër ishte grupi i Alibeajve. Grupi i Alibeajve, nëse ka mundësi regjia, ka një foto grupi të kësaj periudhe, që është ky vëllai i këtij viktimës. Pra që lidhet ky operacion me grupin e Alibeajve, ose më saktë policia italiane u mbur atëherë se kemi goditur një grup shqiptar me përbërje, domethënë që komandohej nga një familje, dhe ishte arrestuar i ndrit Alibeaj, 4 qershor 2013. Bashkë me këtë, në atë 15-shëm, ishte arrestuar, pra është personi në rreth, është vllai
Vllai viktimës së që nga vllai që është me precedent penal. Vllai është me precedent penal, po edhe vetë ky nuk është se është jashtë kësaj, në vitin në 20 janar 2024, tani afër, është bërë një kontroll në banesë, nën indicion se merret me tregti të bardhë kokaine në droge, dhe i kanë gjetë një armë, është arrestuar, kanë gjetë ca gjëra tjera, por një moment të dytë nëna vetë merr pronësinë e pistoletës dhe thotë që arma është e tim shoqe që ka vdekur dikur dhe unë se s'dia gjë për ekzistencën e saj në shtëpi dhe ai kaloi shumë pak kohë dhe ishte person i lirë. Kohët e fundit raportohet që nuk ka qenë i shqetësuar, nuk ka treguar se ka qenë i shqetësuar, ka qenë një njerëz qetë në punë vet. Pra, si një pistë tjetër paraprake që shihet është lidhja me grupin Ali Bejait. Kemi parasysh që grupi Ali Bejai është përplasur fort në Elbasan me Çopjat dhe me këtë tjetrin, Çelën. Jo, kryesisht është përplasur me grupin e Franca Hajdar Çopjas. Endrit Ali Bej që një si Tarzani u ekzekutua masakrën e Bradasheshit, ndërkohë që vllai i tij Erion Ali Bej është aktualisht i arrestuar dhe mban statusin e të penduarit të drejtësisë. Po ajo Ferdinand, përplasja mes dy grupimeve ka shkaktuar rreth 13 viktima. Po di këtë pjesë përplasja ka qenë për vjedhjen e një sasie prej 50 kilogramash kokainë. Tani kemi parasysh që nëse futemi te kjo pjesë që ky njeri një lloj si Gilmando Dani, më është ky krah, mund mendohet që është ky krah, por këta tjerët janë edhe më të fortë, që kanë bërë masakra në Elbasan këta Çopjat. Mendojmë që Çopjat për të vrarë Ali Bejajn i jepnin Nureddin Dumanit dhe kjo është e zbardhur në këto biseda 2 milion euro. Si 2 milion euro? 2 milion euro të vrasësh. Ofruan deri në 5 milion euro ata. Këtë Ali Bejajn. Jo, kjo është shkruar 2 milion euro, ta hedhësh në erë, jo, interesant është ta hedhën në erë gjithë palatin e ti. Gjithë palatin. Dhe njështë të tjero? Po pra, gjithë palatin. Qa ka 200 veta, 300 veta leftë vdesin, mjaftë të vdesjej. Është në përgjime. Pra, ky grupi i Ali Bejaj është në konflikt, ka qenë në konflikt fort me këtë grup. Pra ndaj, do më të në shparë kjo si një pjesë piste, por gjithsesi besoj se në fillim do shihet kjo gjë që është më e prekshme që tha Klodi. Patjetër, pistat janë të gjitha të hapura, që nga problemet e biznesit, që nga problemet në përplasjen tek trafiku i lëndë. Pa, ti saksojmë, cilat janë pistat tani? Atëherë, zoti Rakipi, kanë filluar, domethënë hetuesit janë duke dyshuar që tek një konflikt personal apo i qastit i ndodhur gjatë ditëve të fundit, probleme që mund të ketë patur me ortakët, sepse ka patur dhe një hetim pasuror për shkak të shitje dhe blerjes së kompanisë disa raste, pra të karburantit, dhe deri tek përplasja e grupeve kriminale në trafikun e drogës. Pra këto të gjitha pistat janë të hapura dhe patjetër mbetet për të parë, por hetuesi duke qenë se kanë automjetin e përdorur në ngjarje që është në pronësi të vetë kompanisë që drejtohen nga viktima, duan po përpiqen të shkojnë tek personi i cili i ka përdorur ditët e fundit. Pra kush është njeriu që e ka përdorur këtë automjet me shpresën për të shkuar tek ekzekutori, sepse më pas mund të zgjidhet në një farë mënyre. Fakti që nuk zbulohen kjo kategori krimesh, brenda llojit thua ti të gjitha, mund të makina shmar aty, mund të thosh element sa duash, po duken si tipike vrasje mafioze, që përgjithsisht nuk zbulohen. Mund të ketë dobësitje zakonshme shteti. Jo, ndonjëherë shteti mund të vërë edhe një autorsi që s'ka lidhje fare me ngjarjen dhe pas një viti të lirohen për shuar bujën mediatike, sepse ka bilanc negativ, pra sot që flasim, policia e shtetit është një bilanc tmerrsisht negativ. Atentati në Rinas është pa autorsi, është ngjarja më e rënde ndodhur. Do të zbres aty se jo jam të kjo, kam këtë pyetje se kjo Elbasan do të fare pa kohë pasaj të Rinasit dhe ne kemi një heshtje totale, nuk zbulohet asgjë. Tani këtu janë mbledhur kriminalet më të mëdhenj dhe mafia më e madhe e botës, ose këtu tani nuk punohet fare, që ky është një problem shumë i madh. Policia e Elbasanit është një polici inkriminuar, zoti Rakipi. Mjafton të shikosh kush ka shkuar në vendin e ngjarjes, unë nuk dua të merrem me këtë pjesë, se mendoj që nuk është emisioni për të kuptuar që persona të pa autorizuar, të cilët kanë shkuar në vend ngjarje dhe mjafton të çel një hetim Agjencia Mbikëqyrjes Policore për të parë se si shkojnë gjërat në Elbasan. Po mos largohemi nga tema, të flasim për ngjarjen dhe më pas të flasim për problemet e policisë së shtetit, që unë mendoj sot është në probleme realisht shumë të thella. Dhe sot në policinë e shtetit ndoshta është në ditën e vetë më të zezë. Pasur ngjarjeve.
Jo vetëm pas këtyre ngjarjeve, po nga mënyra se si bëhen emërime, po të besoj të flasit dhe Sokoli me Telën në lidhje me ngjarjen dhe pastaj mund ta shtrim diskutimin edhe mbi policinë e shtetit. Jo, do mbetemi këtu, do kalojmë dhe te kjo e rinësit, themi dhe në një për atë se s'ka asnjë problem. Por Bregu? Nga viti 2017 deri në vitin 2022 Elbasani ishte epiqendra e krimeve në këtë vend. Që do të thotë aty mund të kenë ndodhur më shumë se 30 vrasje. Disa tashmë pothuajse gjitha janë të zbardhura për shkak të skaj dhe enkroçat sot, jo për ndonjë merit të policisë apo të prokurorëve vendas atje, qoftë edhe të prokurorëve të Spakut, por pjesa më e madhe e tyre janë në gjykim për shkak të komunikimeve që ata kishin në skaj dhe enkroçat, dhe në vitin 2022 pothuajse ram në një qetësi të plot dhe nuk ishim asnjë sinjal nga Elbasani që vazhdonin aktivitetet kriminale. Këtë nuk mund t'i bëj një analizë të plot se kush ndikoi më shumë, ndikoi Spaku, ndikoi dalja e përgjimeve të skajt, largimi i tyre një pjesë të madhe drejt Dubajit, mos përplasja më e tjera me radhë, por fakti është që nga 2022 ne nuk kemi më një raport ose një histori krimi në Elbasan. Vjen në dhjetor 2025. Tani, ajo që unë analizoj është, a është kjo një vrasje e veçuar? Shpresoj shumë që tjetë një vrasje e cila nuk ka në thelbin e saj përplasje në trafikun e drogës ose krimin e organizuar. Mund tjetë një vrasje për arsye të tjera, sepse edhe nga mënyra se si e shoh janë bërë shumë gabime nga autori. Ai mund tjetë, se me pistolet është vrasja më e vështirë. Ata që vrasja më e vështirë në të... Po nga afër nuk është, apo ja? Nga shumë afër nuk është e vështirë. O dhe nga 1 metër gabojnë njerëzit. Me Kalashnikove kryen. Po, në Malë të Zia ti shka u kemba. Po, mirë, ajo është tjetër, po, të gjitha ata që kryejnë krime... Një nga njerëzit më të rëndësishëm botës krimit, më të rëndësishme botës krimit, nuk e vrau dot. Pistoleta është... Një dhe shpëtoj për shkak të pllakave kineze. Pistoleta në qitje është gjëja më e vështirë, se Kalashnikove është një godet me 10 në sekond. Dhe një nga ato po të kapi është vdekje prurës për shkak të kalibrit madh që ka automatiku. Pistoleta është më e vështira. Duhet t'jesh afër dhe duhet të sigurohesh. Dhe me pistolet nuk është se ke një saktësi. Autori ka qenë shumë i sakt dhe duket që ka kryer qitje të tilla dhe herë të tjera. Por ata që janë siguruar për t'i gjetur atij materialet për të kryer këtë vrasje, pra automjetin, largimin, mënyrën, kanë qenë në gabim, sot janë ndaluar nga policia. Unë mendoj që kjo të paktën është një nga ato vrasje që mund të zbardhet për shumë arsye, por mos harrojmë dhe faktin që në 5 vrasjet e fundit që janë kryer nga krimi organizuar në Shqipëri, janë gjetur kush e ka patur makinën, janë gjetur kush i ka patur targat, janë gjetur ndimësit e këtyre vrasjeve, kyçin gojen, bëjnë atë burgun për sigurimin e kushteve për të kryer vrasje, i cili nuk shkon më shumë se 3 vjet, dhe dalin nga kështu ka ndodhur në vrasjen që ndodhi që e kreu një shtetas i huaj në Vlorë, kështu ka ndodhur në Durrës që u krye një krim dhe njeriu që e ndihmoi erdhi nga Egjipti, mos gaboj, kështu ka ndodhur në vrasjen po në Vlorë tjetër të një shtetasi që u gjet me njëherë kush ja kishte siguruar makinën dhe targat, mirë po, deri këtu mbetet, çdo njeri pastaj kyç gojen dhe nuk tregon. Pra, ajo, unë s'do doja ta quaja si një kod heshtjeje, sepse nuk është se besoj shumë që në krimin organizuar në Shqipëri ka kod besnikërie, sepse i kam. Mafia ka në qoftë është. Po nuk kemi mafia, ne. Dakor. Mafia nuk ka, ne i pam... Po vazhdoj ka gjatë e diskutueshme është kjo. Zoti Bregu është e diskutueshme. Lutem, kështu i dinim më përpara pa dalë ky skaj. Po kur i lexuam këto që hefton për drek edhe i shkruan atij tjetrit, atja fus tani një plumë shpejt, domethënë, apo ti hap makinën edhe ti vënë bombet, ti lë sikur po i jap gjys kile raki për t'jatin. Kështu që nuk kanë më mafia do të thotë kur të vret të çon fjalë që jam unë. Dhe mbyllë gojen me të gjithë tërsinë e saj. Pra, peshon. Këta janë në shoku që ka vrarë shokun, në një pjesë kam hasur histori të tilla ku pjesa më e madhe
fatkeqësisht e cila nuk ka lidhje me nderin dhe me mafjan. Mafja në nderin e saj nuk mund të shkosh me një grua të martuar, dhe jo me gruan e shokut. Pjesa më e madhe e këtyre kanë shkuar në mënyrë të tillë. Po mirë, është mafja moderne tani. Po mafja moderne është kjo, po pse mbaruan femrat në këtë botë që të shkosh me gruan e shokut, tani të lutem. Dakor, po ndoshta nëse kjo. Se dhe mafja ka përparimin e vetën. Për të ulur nuk ka. Nderi nuk bëhet në Shqipëri. Nuk modernizohet, Në Shqipëri ekziston kush ka më shumë para fiton. Qartë. Të vërtet. Kjo është e gjitha. Kjo më duket një vrasje e ndërtuar disi shumë keq, por kryesorja, për ta mbyllur me një fjali, kryesorja është, a ka vazhdim? Se po pati vazhdim, Elbasani është një histori e cila po nisi, zorë të nisi, po nisi, vazhdon shumë. Ferdinand, që edhe tele përse? Jo, desha të rjetë e fenomeni. Fenomeni është kjo që po shohim kohët e fundit. Që ndodh një vrasje. Për të thot konkretisht ka ky për këtë të fenomeni jam mundani. Se zbulshmëria e krimeve, fenomen, duket nivele shumë të ulta. Dhe do të pyesja konkretisht çfarë është zbuluar për Rinasin dhe ato që nisi Lala. Çfarë ndodh sot? Edhe të konkludojmë. Tela? Dje ishte ditë e diel. Dhe vrasja, ata të Elbasanit e dim, po çdo njeri që kalon aty e kupton. Vendi ku ka ndodhur vrasja është në hyrje të qytetit Elbasanit kur vjen nga Librazhdi. Pra, o do futesh në qytet brenda, kur vjen nga Librazhdi, jo këtej. Kur vjen nga Librazhdi. O do futesh në qytet brenda, o do marrësh atë unazën që ndjekin dëgjim. Shkombinit, lumit. Tani, unë dje e kam bërë këtë rrugë. Nga fshati Dragostuni Matan Librazhdit dhe deri te ky vendi këtu janë 27 kilometra. 27 kilometra mes orës 7 dhe 8 të mbrëmjes, që e kam bërë këtë rrugë, kanë qenë 27 kilometra trafik. Pra nëse do ta mendoni trafikun nga banka, Pejisenishi, po themi, makinat rresht në njërën anë. 27 kilometra që lëviznin me 5 kilometra në orë. Dhe vrasja ka ndodhur në këtë orë? Vrasja ka ndodhur pak më vonë. Por ky trafik ka vazhduar shumë, sepse gjithë makinat që kishin qenë në Korçë, në Greqi, po kthesh. Bllokuar ata? Tani, në shkuarin. Po të them një gjë. Trafiku të skanë nga Librazhdi. Jo, të shpjegoj. Trafiku ka qenë nga Librazhdi për në Elbasan. Këtej trafiku. Po pra, këtej është trafiku. Njëra anë është zonë. Trafiku ka qenë vinë nga Korça. Po pra, po. Të ta shpjegoj. Rrallë tjetër është i lirë që ka ikur këtu. Të ta shpjegoj. Ka ikur nga tjetër. Ka ikur në drejtim të... Po ka ikur në drejtim të Librazhdit. Ka ikur. Por po të them. Por po të them. Nga ai moment e deri në hyrje të Elbasanit, unë nuk kam parë një polic rrugor që të rregulloj trafikun. Ngjarje kishte ndodhur. Jo, ngjarje nuk para se të ndodhte ngjarje, po them çfarë po ndodhte në atë moment. Pra në 27 kilometra trafik, ti nuk sheh një polic rrugor, një makinë policie rrugore që thjesht të mirëmbaj trafikun, sepse njerëzit fillojnë bëjnë parakalime, bllokojnë rrugën. Dhe në këtë pikpamje, duke mos pasur asnjë polic, as këtu te kryqëzimi, për të ndarë makinat për të rregulluar trafikun. Po them gjithë. Po vrasjet do ta bënin në një mënyrë tjetër atë. Po. Atëherë, çfarë guximi prej të marri ka pasur ai që ka bërë vrasjen? Ose çfarë garancie ka pasur? Ka qenë i sigurt që duke bërë vrasjen, ai po shkonte dhe ai ka lëvizur një 6-7 kilometra derisa ka shkuar në fshatin Mirak, ku është gjetë makina e djegur. Qartë. Dhe se ka penguar askush. Kështu që policia merret ose me parandalimin e një ngjarje kriminale, ose me zbulimin e saj pastaj. Mënyra se si ka ndodhur, pavarësisht se Bregu thotë që nga mënyra se si ka ndodhur duket si ngjarje vrasësi dobët, pra, vrasje e dobët. Vrasësi është ekspert. Ai që ja ka siguruar kushtet, është i dobët, se janë gjithmonë disa. Tashine do ta shohim nëse policia do ta arrijë ta zbulojë apo jo. Këtë nuk e dim tani se nuk ndodh përgjithësi. Mënyra si ka ndodhur, vendi ku ka ndodhur, autori duhet kishte një garanci absolute që do ecte 6 kilometra dhe s'do kishte makinë policie të dilte për bazë, do pengohesh kurrë. Aty do ta kryente vrasjen sepse s'kishte asnjë polic, asnjë frikë për ti që do kryente krimin. Kështu që kjo është atmosfera ku ndodh vrasja, është pak a shumë, e njëjta gjë si te kryqëzimi i Rinasit. Edhe atje kishim të njëjtën skemë, pra s'kishte polic, kishte garanci që do shkonte në Nikël pa e penguar askush. U bën disa vrasje, zakonisht vrasjet të rëndësishme me shohim dhe me zgjojmë dhe ç'le kemi lexuar,
ben zakonisht në vende ku nuk jam mirë mendja njeriu. Dhe janë ajtë të përgatitur ata, sa për shembull vrasjet e aeroportit, që nuk i shkon ndonjëherë në mendje, bëhet pikërisht aty. Dhe vrasjet e shfryzojnë, profesionistë mendoj unë, e shfryzojnë shumë këto momente të tilla. Por tani të kalojmë në një moment tjetër. Unë jam shumë dakord me. O duhet kesh shumë guxim, o duhet kesh mbështetje. Edhe profesionizëm të lartë. Po edhe mbështetje. Po edhe mbështetje. Në rast i rina, si për shembull, qartësisht duket sikur ka mbështetje. U bën disa vrasje ku thamë shumë vrasje që autorët i kanë ndërtin pa ditur. Dhe zbulishmëria e krimeve është nivele fare të ulta. Zero. Për shembull, çfarë ka ndodhur para se kemi pas atentatit të Rinat që zbulua gjë? Sa kohë ka kaluar? Me atentatin në Rinasi dhe ne kemi qënë përjashto telën të Ferdinandi unë dhe Sokoli. Tu kemi qenë në studio. Dhe në atë emision së bashku. Problemi është që policia ka mbetur vetëm të disa veprime rutinë, si që është sekuestrimi i gzhojave, kqyrja e pamjeve filmike, marrja e disa personave të skeduar që merr dhe i pyet, ju merr ca shenja gishtërinsh ose faktor shplotësues të qitjes, dhe më pas ndalet tek disa pista që shënon aty në letër, dhe nuk bën asnjë punë hetimore për të vijuar më pas dhe për të mbajtur persona në vëzhgim, për të mbajtur persona në përgjim, për të Do shta s'ka kohë se vjen vrasja tjetër? Zoti Po pra, po nuk ndodhin në një vend vrasje, ndodhin në për qytetet ndryshme. Sot, mbrëm në Elbasan, ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë, mjafton të shikoje motrën e Mont Mahallës, që ishte një moment tragjik që ajo kërkonte të shkonte tek vllai, shikonte trupin e pajet, ulërimat, sigurisht e një motre që kërkonte të trafik, shif trafik, pra makina lëvizje. Dhe nga ana tjetër tani, sot Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit sillnin njoftime se po kontrolloheshin ndërtimet pa leje apo ndalja jashtë. Po pra, dhe shkon atje dhe bën propagandë se ne po rregullojmë ndërtimet pa leje, a thua se ndërtimet pa leje u ngritën brenda natës. Del ministra dhe drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit që në vend që të merren me parandalimin e krimeve, në fakt dalin dhe flasin për monopatinat. A janë problem monopatinat dhe duhet diskutohet pa diskutim që duhet diskutohen. Por nuk mund do të merret drejtori i përgjithshëm i Policisë dhe Ministria e Brendshme dhe gjithë drejtuesit e qarqeve të ngarkohen me këtë çështje dhe të bëjnë luftë me njëri tjetrin, luftë klanesh me njëri tjetrin, të heqim njërin drejtor këtu dhe ta çojmë atje, se të heqim këtë ta çojmë në Korçë, këtë të Korçës ta çojmë në Saranda, atë të Kukësit ta dërgojmë në Elbasan e tjerë me radhë. Kjo nuk duhet të ndodhë, do duhet të ketë një strukturë policore të mirëfillt për të parandalimi këtu ka vdekur, po të paktën të ketë një hetim mirëfilli që ndoshta ajo sot, po nesër të ketë mundësi, kur të hapet ajo dosja, të ketë disa të dhëna që një hetues që mund të ketë guxim apo të ketë mundësi për ta hapur nesër. Tu çfarë ndodh? Këtu për ditë na serviret në media ndërtimet pa leje, monopatinat e tjera me radhë, ndërkohë që askush nuk merret me problemet reale. Ore, e dini sa paguajnë biznesmenët që nuk flasin, sa paguajnë biznesmenët për inertet? E dini sa gjoba marrin zyrtarët e policisë për pjesën e... Që shkë luft klanesh e më shkruajnë, që hapi Klodi? Luft klanesh. Luft klanesh në polici? Në policinë e Shtetit patjetër shumë e qartë. Që ka klane aty? Absolutisht ka klane dhe shumë të forta, dhe janë përplasje shumë të forta. Sepse në momentin që erdhi zoti Proda, emëroi disa zyrtar policie, bëri një konkurs fiktiv për të emëruar për të emëruar drejtorët e policive, tani Ilir Proda nuk do të mbajë ato drejtor, sepse disa prej tyre nuk i kanë në kontroll dhe ka filluar përplasja, dhe njerëz të cilët e meritojnë të jenë drejtor në fakt nuk janë. Dhe kjo është një luftë e hapur, vetëm ai që nuk do ose nuk ka kurajo, ai gazetar që nuk ka kurajo. Ne dim që janë të aftë apo jo atë. Po ajo është me statistikë. Se aftësia matet me statistik, me zbulueshmëri, shumë e thjeshtë. Matet me zbulueshmëri, matet me parandalim, matet me kontroll territori, matet me arrestime. Kjo është gjëja. Tjetra, si po merren gradat zotri? E dini që paradhoma e Ilir Prodës është me grada të pamerituara? Dhe nesër paradhoma e Ilir Prodës, këshilltarët e tij të besuar, nesër mendoj jenë drejtor. Nëse doni emrat, po a bëj publik, nesër do t'i keq gjithë drejtor. Që janë në kundërshtim me ligjin, po të ndodh kjo. Se këto janë probleme që duhen shtruar. Tjetra, ne kemi sot një sër zyrtarë që po përballen me prokurorinë e posaçme, me hesape të hapura në prokurori, që nga problemet e vettingut e deri tek problemet, shkojmë pastaj në terren dhe shikojmë se çfarë ndodh me një sër problematikash, që nga ndërtimet pa leje, si ngrihen ndërtimet pa leje në këtë vend. Me bekimin e policisë, ndër të tjera, se nuk është e vetmja strukturë, janë edhe struktura tjera,
i KMT-ja, i MT-ja, tjera me ratë. Po pa tjetër pra, po policia në fundfar, po nuk e përjashtova, unë po të them edhe institucionet e tjera. Policinë, kur i thresin këtave të i prish. E dini çfarë ndodh me Ja u prishën tani, ku u prishën? Zotëri, e dini çfarë ndodh me inerten? Se cili shef komisariati në këtë vend merr parat dhe AMP-ja nuk mund të flej gjumë, do duhet ta hetoj këtë gjë. Këto janë gjitha problemet. Atëherë, unë do... Dervishi dhe përfundon Bregu. Te teknika, pra, në të dy atentatet e fundit, kemi të njëjtën teknik. Njerëz me maska, në rastin e dytë nuk e dim, por është errësirë. Ka kapuç në kokë, është e provuar nga pamjet të filmike, nuk mund t'i publikoj për shkak të... Po, njerëz me maska, cilët kryen një krim perfekt. Një krim perfekt. Pra, krimi organizuar në Shqipëri ka ardhur te krimi perfekt. Krimi perfekt është ky, që ti ke një problem, ti paguan vetëm lekët. Pra, ti paguan vetëm lekët, që do më thënë që ti paguan një njeri apo dy njerëz, apo një ndërmjetës me këta dy njerëz, të cilit marrën përsipër të bëjnë vrasjen për llogarin tënde dhe ti paguan vetëm lekët. Pra, kjo është skema. Dhe çfarë? Ka njerëz në fushkruj, e tham, është universiteti këtyre njerëzve, por nuk është se ka vetëm fushkruj njerëz janë të gatshëm kundrejt lekëve të bëjnë një vrasje. Funksionojnë me makina të vjedhura, që i quajnë rëndom makina pune, i mbajnë në garazhe për çdo rast. Shpesh makinat nuk kanë targat e tyre, i kanë dhe ato të vjedhura. Tregtia e armëve, këto grupet kriminale zakonisht kemi parë që kur zbulohen nuk kapet një armë apo dy, kapet arsenal. Pra nuk blejnë me pakic, blejnë me shumic grupet kriminale. Dhe ndiqet personi, qendet se ku është ai në këtë orë në të ditës dhe ku është në këtë orën tjetër ditës, gjendet momenti se kur do e bëjnë, pra janë të sigurt që në ato orar është në këtë vend, në këtë vend është e përshtatshme për të bërë, kryhet vrasja, digjet makina, largohet makina, digjet, janë të gjitha të ngjashme. Një klishe. Dhe çfarë do të thënë? Një formulë shumë e njohur. Që ti prish të gjitha gjurmat, ata lën aty të gjitha veshjet, që mund të kenë gjurmë baroti, qime që zhvillohet ADN-ja, apo tjera për shtyme ku diun, lën armët, lën dorezat, lën gjithçka aty, me asnjë lloj prove për po se kape në flagrancë. Kjo është pra skema që krimi organizuar e ka parë që është funksionale. Është funksionale, bën punë, nuk kapet autori, nuk zhvillohet. Më fal, do t'rregoj një ngjarje personale. E shumë para 4 vjetësh, nuk jam nga ata që marrin ngjarjet pranë, po isha në Vlorë dhe udhtoja dhe pash një më parakalojnë ca makina policie me shpejtësi skëterre dhe makina civile, që ishin policë civil, disa kilometra më tej, në krah një makinë e bëshosh me 2 të vrarë brenda. E filmuam në ecje dhe ikëm. Bëm pa kilometra, u afruan fjerit dhe në krahun e djath pam tymin, po digje makina. Si kjo, njëjta makina? Njëjta makina e vrasësve, po digje. Pa kaloj policia? 15 km. Kaloj policia për të vajtë në vendngjarje, më parakaloj. Unë vazhdova rrugën, policia mbeti në vendngjarje. 10 kilometra më tej, i doli ty me makinës së vrasësve. Dogjën makinën dhe u zhdukën. Dhe ti që ishe rasist, po policia e para nuk arriti dot. Jo, nuk është kjo. Puna është skema. Pra vrasin dhe 10 km më tej djegin makinë. Pra ke viktima këtu dhe 10 km ke tym, më tej ke tym. Kjo është skema. Unë mendoj që duhet të ndalemi të gjithë problematika që ka sot policia e shtetit. Sepse në policinë e shtetit 8 të tjerave, kërkoj shumë ndjesë. S'ka problem, jo. Policinë e shtetit 8 të tjerave, një grup profesionistë shumë të mirë janë dërguar në Akademinë e Policisë dhe janë lënë jashtë vëmendjes. Pra, ne kemi oficer karriere në policinë e shtetit me eksperiencë mbi supe, të cilët janë lënë atje për orekse pushteti dhe për orekse parash të sigurisht, nuk është vetëm krye polici, është edhe ministri brendshëm, ministri aktuale, me qënë se kemi çfarë zihen ata aty, Klodi, se ti thua një gjë. Po për të gjitha zihen për problemet e krimit. Për para, zotri, për influencë, për pushtet, për territor, për të gjitha këto zihen. Dhe këto janë fakte. Bregu. Po të them këto janë fakte. Dhe unë sfidoj gjithë secilin. Këtë duash nga zyrtarët e policisë, ma vërë për balë dhe unë e sfidoj me fakte konkrete. Po të përfikemi. Edhe veti Ilir Prodën e sfidoj me fakte konkrete nëse kjo nuk është e vërtet. Dhe të më thot ku janë zyrtarët, ku janë specialistët e policisë së shtetit dhe kush është emëruar sot drejtor zotri dhe kë po bën gati të emëroj drejtor nesër. Dhe si paguhet sot për gropat që hapen për pallatet në Tiranë. Patjetër.
Unë do t'i loj emrat shënim edhe ta firmosin të gjithë ftuarit këtu dhe do shohësh pas sa ditësh se kush do jetë drejtori. Dhe do dalin që ç'ke me të. Duhet kuptojmë një gjë që në emërimet në polici, qoftë edhe për një shef komisariati, qoftë edhe për një drejtor, nuk është se është e gjitha në dorën e drejtorit përgjithshëm. Kujt, ministrës adresave? Po jo. Ministrës adresave? Ndoshta më lartë se ministri. Po jo, çdo deputet e do një shef komisariati. Duan njerëzit e tyre. Në Shqipëri jemi ai që është, po themi deputeti Kavajës. Deputetet gjithmonë fusin hundët, nuk i fut në një që ka ardhur tani. Tani të ludhem, ata i... Kërkoj njerëzit e tyre. Ne ta pranojmë këtë si normalitet. Do më thënë, jo, këj po të regon që andosë. Këj po të regon që andosë si ty. Lëmë sikur gjithë shka në këtë vënd është përgjegjësi, organizata e policisë është e gjitha përgjegjësi. Po ta lërë detyrën në të të pëndot. E Ilir Prodës. Po nese ajo pastaj është në... Kështu që organizata e policisë, gjatë gjithë kohës, prej 33 vitesh që kur u shkëpuc nga sigurimi shtetit, si organizatë, ka qenë në ndikimin politik, nga fillimi deri në fund, dhe nuk të rriqet dot. Dhe nëse do, unë do isha, vetëm në një moment, organizata e policisë ka qenë jashtë ndikimit ministrit brendshëm, nuk e di për çfarë arsye, gjatë kohës që Lulzim Basha ishte ministri brendshëm, nuk donte me ja ditë se ç'a ndodhte, se kush arrestohej. Ndoshta nuk vinte në punë dhe ai pyeste pastaj ç'a ndodhi. Punë shkonte ai po nuk vinte dhe ai pyeste ç'a ndodhi. Në punë shkonte. Se Luli përgjithsisht pyeti mua, a vrar njëri sota, siç pyesim ne më. Në totalisht nuk donte me ditë fare se ç'a ndodhte. Jo, po era sa i pyeste tani, u vra njëri, as u vra se ai nuk mund të rinte kot fare. Lulzim Basha bilancet këto ja thoshin më rezultatet e vrasjeve të gjitha këto. Domethënë nuk ishte dëshirë të mësonte. Një moral mund të pyeste, nuk e ke asë ndryshimi i shefit komisariatit me drejtorin e policisë. Unë them tani se ne do këthemi prap tani, se do të larkë qoftë, po do të ndodhë prap gjerat shumë, dhe jemi prap për këtë temë. Problemi është... Flasim këtu se si u dojgjë makina, si u mblodhën gjoja, dhe kaq mbetemi. Por në fakt, Klodi ka të drejtë që kjo është edhe... Dhe ka në përgjithsi, zotë Raki, gjithë diskutimi. Po shiko, ka edhe... Atere, po e bëjmë... Sidomos vrasësi i fundit, e ka përdorur makinën e vrasjes vetëm 14 kilometra. Pra, nga vëndi ngjarjes aty ku u doq. 14 kilometra, ai në maksimumin e mundshëm, ata e kanë menduar dhe ku do ta djegin, është sa mund bëhet 7-8 minuta. 7-8 minuta policia nuk ka shkuar dot ende në ngjarje. Varet dhe nga lloji i rrugës, po në fakt ajo rrugë drejt. Rrugë Elbasan Librash, po ku ka ajo? Po. Sokol. Rruga po të them ishte me trafik, po ishte krau këtë, ishte krau tjetër. Krau tjetër është boshur. Është rrugë në ndërtim, nuk ka asfalt gjysma rrugës. Jo tani. Isha njerë unë të... Më dëgjo më burë. Nga Elbasan në Mirak? Po, nuk është vetëm një segment. Po sa mund t'i bërde këto 14 kilometra? Ati ku e ka digur makinën e. Po. E shef gjithë kohën, pra në momenti që ti ve zjarë, gjithë autokolona makinave që janë në rrugë, e shkojnë që po digjet një makinë. Ikim se s'kemi... Ikim, po ka vetëm një gjë. Tue sa më parë. Këtu konsumojnë drogë. Dakor, njerëzit? Dëndër, shumë. Ti nuk di kur ka qenë era e fundit që është kapur sasi droge. Por prap kjo gjë e jo në spekulim, pra themi që këtu duhet kaloj drogë, duhet shpërndahet drogë, por nuk është kapur. Kurse këtu e kemi rastin konkret, tu ka ndodhur vrasja. Dakor? Dhe policia është përgjegjëse për gjetur autorët e vrasjeve. Duke gjetur autorët e vrasjeve, rrit garancin që zbulueshmëria do jetë më e madhe dhe autorët, dikush që do mendoj një vrasje, duhet ta mendoj shumë mirë. Në këtë rast konkret, ai që ka kryer vrasjen, ai ka pritur një 2 orë atje që të dilte viktima nga lokali, se kishte 2 orë brenda atje. Qartë. Dakor? Kështu që i ka pasur të gjitha rrethanat në favor. Kush ja ka dhënë këtë mundësinë? Unë them që ka dhënë policia këtë mundësi. Sepse do të ishte shumë i sigurt për atë që ka bërë dhe për ta çuar makinën ku e çoi dhe për t'i vënë flakën dhe për t'ikur. Jemi okay, atëre ta mbyllim këtu dhe themi se ylli përshëndetje thotë dikush që më dërgon. Ka të drejtë Klodi thotë. Llotot, dhera dhe ndërtimet e generojnë qindra milion euro rishfet. Për këto nuk të falë policia fare, thotë. Po ne sigurisht do ta kemi temë në ditët e ardhshme këtë. Ata jo që atë
Po ata e kanë njeriu i fundit më që... Se si fanë si Klodit kuj që shkruan kështu. Po mirë, njeriu i fundit që u arrestua si... Po s'më ka shkruar mua, ma. Të ka shkruar ty. Po më tërgon mua që të kemë vëmendje. Njeriu i fundit që u arrestua... Nuk ma ka tërguar as mua, po ja ka tërguar pronaj të... Nuk është në një çudi. Gjysma e drejtorëve të policisë dhe shefave të komisariatit mbajnë automjete dhe veshje që kalojnë rrogën e tyre vjeçare. Nuk është në një çudi. Qatë më qatë, njeriu i fundit, jemi të qartë. Po të shosh vetëm fotot, njeriu i fundit që u arrestua dhe që është në SPAK, ku di unë fotot e ti edhe në rrjetin social Facebook, ishin të tëra luksoze. Dhe se pa njeri, e qa ishte informatori, i vinde për gjusë makine, i thoshte me që të vura, do më thënë ta eqë për gjusin pje 15.000 euro. Ajo që shkatëruar për mendimin tim, Koli, dhe Klodi, është dhe puna operative që dikur bënde policia kriminale, infiltrimi e tjera, që sot janë të gjitha zero, grumbullimi informacionit. E di pse? Sepse ata nuk besojnë të njeri tjetri. Sepse polici parë, kolegu i vetë, apo shefi i vetë, sa do marri vesh që ky po shkon të një element kriminal, ka siguruar prova, do ta shesi, do vete elementi kriminal, do t'i marri paret. Dhe unë do t'jap të informacion, do të shptojnë ka kjo gjë, po ti duhet në paguash mua. Me i kemi një degenerim total të policisë në gjitha nivellet. Dhe unë nuk e di se kur një dit do rikthehemi të pastrohet policia që duket një gjë krejt e pamundur. Nuk mundet për derisa të gjithë të rinjt janë duke u futur për të bërë para, ku do ta gjesh brezin e ri të policëve. Të gjithë 25 vjeçarët kanë vetëm një ëndër, o të shesin drogë, o të bëhen policë që të ndihmojnë trafikantët. Të bëhen shefa. O shefa bëhet më vonaj, po të dali se do dhe patrullaj, edhe patrull fiton para. Ja, kjo është situata. Po nuk ka lidhje kjo me një dhe me dy që drejtojnë policë. Ikim tani, nga kjo moment, dhe kalojmë ndëruar të shikues në një moment tjetër që është shumë i rëndësishëm. SPAK dhe BKH ndrojnë tani kryetarët. Ne e kemi diskutuar disa herë këtë gjë, do të diskutojmë më dendur për shkak edhe të rëndësisë që ka si një lajm shumë i rëndësishëm. SPAK ka propozuar Joni Ketën për kreun e BKH-s, propozimi ka shkuar në KLP, çfarë ndodh tani, Klodi? Ligjeri se me që merr vesh më mirë nga ditë nga kjo pjesa. Tani Joni Keta është zëvendës drejtor, është po. Zëvendës drejtori është. Është një nga operacionet që është kryer me autoritetet e huaja, mos gabohem. Gjithsesi, Joni Keta është zëvendës drejtor aktual i Byros Kombëtare të Hetimit, me largimin e zonjës Hajnaj, ka marrë edhe drejtimin e BKH-s për shkak edhe të pozicionit që kishte. Është një oficer karriere, e ka nisur punën te Prokuroria për Krime të Rënda dikur, edhe ndoshta është ndër më të vjetrit aty, jo për shkak të moshës, po për shkak të eksperiencës. Ka pasur rekorde të mira gjatë karrierës tij, patjetër, edhe në mesin e atyre, ju e dini edhe në fillim fare, unë jam ndarë mes Joni Ketës dhe Gentian Dojt, nëse ju kujtohet kur filloi gara në atë kohë. Dhe realisht isha e bindur që njëri prej të dyve do t'ishte nisur nga karriera e të dyve prej tyre. Sa i përket pikëzimit, i pari ka qenë Gentian Doj, i cili aktualisht punon drejtor në Policinë e Shtetit dhe ka qenë ndër kandidatët potencial krahas zotit Keta, por janë darë vetëm tek pjesa e vettingut. Pra nga 7 kandidatë që mbetën në garë, vetëm 6 kaluan për votim, sepse njëri nuk e kaloi testin e vlerësimit të pasurisë, dhe përfundimisht Joni Keta prevaloi mbi Gentian Doj, pavarësisht se ishte renditur i pari pik, vetëm për faktin se tek vettingu i pasurisë, Joni Keta u votua 5-0, ndërkohë që Gentian Doj u nda me një vot, mos gabohem. Pra kjo ishte në një farë mënyrë ajo që i dha përparësi. Por sa i përket karrierës së të dyve, që të dy ishin figura në këndvështrimin tim, dhe në atë kohë kam thënë, shumë të mira dhe shumë profesionale. Keta kishte edhe një përparësi tjetër, për faktin se është në SPAK që në momentin që ka nisur funksionimi kësaj strukture, pra është pjesë e BKH-s, dhe duke qenë se ka bashkëpunuar me autoritetet ndërkombëtare dhe ka drejtuar disa nga aksionet ku janë goditur kryesisht organizatat kriminale, po ashtu ka patur edhe kontrole sa i përket zyrtarëve të lartë, përgjime, vëzhgime e tjera me radhë, me sa duket është parë dhe si figura më e mire mundshme në raport me të tjerët. Por vazhdoj të qëndroj të njëjtës ide që qoftë Joni Keta apo Gentian Doj në këndvështrimin tim do të ishin figura shumë dinjitoze për ta drejtuar Byron Kombëtare të Hetimit. Tani votimi është formal, sepse kështu e parashikon ligji, që në momentin që kalon gjitha filtrat, sepse kalon në 2
komisione, pra komisioni që ka propozuar përbëhet nga Altin Dumani, Arben Kraja dhe Behar Dibra, po ka patur dhe një tjetër komision, që është një gjyqtare e gjykatës posaçme të apelit, një prokuror ta bën një garë fillimisht. Ta kanë kaluar disa teste, i pari u rendit në doj, më pas bën renditje, më pas duhet me pikëzim, dhe i pari ishte në doj, më pas kalojnë në 3 filtra, që është kontrolli figurës, kontrolli profesional dhe kontrolli pasurisë. Pra i bëjnë të 3 këto që varen nga institucionet e tjera. Fitojnë doj me qatë diferencë, pikë? Dhe nuk ishte diferencë, tash unë dam vetëm tek pjesa e pasurisë. Joni Keta e kaloi vetingun për pasurin 5-0, pra të 5 antarët votuan proti, ndërkohë ndoj në mos gabohem me 1 vot. Por gjithsesi, cili do që t'ishte prej tyre, në këndvështrimin tim, do t'ishin figura shumë të mira për ta drejtuar BKH-n. Pa paragjykuar asnjë nga kandidatët e tjerë, sepse ata ishin të gjithë oficer karriere, njëri prej tyre ishte edhe prokuror, që ishte pranë KLP. Ishte dhe tjerë mes tyre, s'kanë qenë vetëm këta në garë. Po të thash pra 6, u asqarova, atëherë zotëria që të shkruan nuk të ka dëgjuar si duhet. Nga 7 kandidat në votim kaluan 6, dhe nga 6 kandidatët u propozua Joni Keta. Pra pas ju bë, sepse kalon në 2 komisione zoti Rakipi, komisioni parë që bën vetingun e pasurisë dhe që përbëhet nga prokuror të SPAK hetues BKH-s dhe hetuesit financiar dhe një gjyqtare e apelit të posaçëm, si dhe një gjyqtare i gjykatës posaçme, dhe pasi kalon këtë filtr të pasurisë, ka pasur në mesin e kandidatëve që nuk e kanë kaluar këtë filtr. Se cili prej tyre nuk e ka kaluar, unë nuk jam gjendje ta them, sepse jam duke pritur një shkresë zyrtare nga ana e prokurorisë posaçme. Po nga 7 kandidatët që mbetën, kanë kaluar për votim vetëm 6. Dhe komisioni final që përbëhet nga zoti Dumani, zoti Kraja dhe Behar Dibra, pra drejtuesi SPAK dhe 2 prokurorë SPAK, kanë propozuar Joni Ketën. Dhe ligji thotë që KLP-ja, vetëm në raste ekstreme, sepse SPAK krahas kandidaturës, dërgon dhe të gjithë praktikën, bën votimin dhe kalon automatikisht në krye të SPAK. Pra ky është zgjedhur domethënë. Praktikisht unë e konsideroj zgjedhur, përveç se në raste të jashtëzakonshme, por që nuk ka ndodhur deri më tani që KLP-ja ta ketë të refuzojë një kandidaturë të tillë. Dhe nuk di se si mund të çfarë arsye mund të refuzojë? Mund të ketë raste shumë të jashtëzakonshme, nuk bëhet kuorumi, nuk merr votat e mjaftueshme, mund të dalë një problematik, një informacion shumë thelbësor i momentit fundit, gjë që në fakt nuk ka se si të dalë sepse është një procedurë e përfunduar, pra janë raste shumë ekstreme. Kështu që në këndvështrimin tim, Jon Keta është drejtuesi i ri i BKH-s. Pritet ka një mbledhje nesër KLP-ja dhe besoj që ditën e nesërme do të caktoj, sepse nuk ishte në rendin e ditës, e pash me shumë kujdes, në mbledhjen e radhës do të ketë edhe votimin e kandidatit. Por që unë vazhdoj të qëndroj të njëjtës ide që si Jon Keta, ashtu edhe ndoj, do të ishin të 2 drejtues shumë të mirë të BKH-s. Në raport me kandidaturët që ishin, por edhe për shkak të eksperiencës që ato kanë. Jon Keta është më i atashuar me strukturën për shkak se një hetuesit financiar, një hetuesit e tjerë aty të BKH-s, ka bashkëpunuar me ta në cilësinë e zëvendësdrejtorit dhe me sa duhet këto kanë qenë edhe përparësitë që ai ka patur në raport me kandidatin tjetër. Kemi në një përshtuar për... Ky vjen nga krimet e rënda. Vjen nga krimet e rënda? Ka qenë OPG, oficeri policisë gjyqësore, i vlerësuar, tregojnë tip me identitet, pra gjithmonë unë nuk e njoh, nga duke marrë opinionin e personave që mund të kemë punu me të, thonë që ka avantazh të madh sepse njeh shumë mirë kibernetikën, dhe është pothuaj truri i këtyre zbërthimit të këtyre enkroçate e këtira këto ka më shumë ti ka bërë punë shumë të madhe me këto. Ka preardhje familjare të mirë, të qëndrueshme, me fjalë ky është nipi im. Biografi të mirë thotë. Slim Ketës, po dhe familje do. Atentatori i famshëm i luftës dytë botërore. Kjo biografi shumë më mirë. Dhe babai e ka pas prokuror. Pra, vazhdon të jetë babai prokuror. Urdhro? Nuk e di. Prokuror i Republikës Shqipërisë, babai në prokurorinë e përgjithshme. Komisioni për zgjedhjes. Dhe djali Majlinda Ketës, me qenë se është një zonjë nderuar sa i përket fushës arsimit. Majlinda ka qenë në politikë, po. Edhe në arsim, po. Kemi? Po kam Selbi, si që pash unë, në një analizë pak më ndryshe, është ndikimi i prokurorëve të SPAK për të ndërhyrë në, se ishin dhe pjesë e votimit, edhe ata, ndikuan për të patur njerëzit e tyre në drejtimin e BKH-s. Jo për të patur për ndonjë lloj aleance, por mbase për bashkëpunim të plot. Ashtu si që pash është që njeriu i cili ishte propozuar nga Altin Dumani, njeriu që u mbështet jashtëzakonisht prej tij, kam përshtypjen dhe votën Dumani e kishte, nuk u rendit në ndër të parët në këtë listë. Një nga nuk ka
1 nga 7 kandidatë. 1 nga 7 kandidatë. 7 e kuptojmë të gjithë ne? Po, Qa ishte të zite nga jashtë? Zoti Kërluku ishte i preferuari. Kërluku si e ka emër? Elton Kërluku ishte i preferuari. Kjo s'është në i qëdi, ishte i preferuari i Zoti Dumani, gjatë gjithë kohës, do më thënë, vota ti ishte për të. Nëse do t'ishte ajo zgjedhje, do t'ishte do t'a shia si një korporim midis të dyve në atë, kështu që e pash më tepër si një pjesë të influencave brënda dhe spakut se kush do t'ishte drejtuesi i ri i BKH-s, se sa më tepër se si një përzgjedhje, sepse nga të gjitha ta që kandiduan, kam përshtypjen të një detyrë do të bënin të gjithë. Ka këtu dikush di më mirë diçka, apo dikush di më mirë diçka, se po t'i futemi pastaj një vetingu personal, ne jetojmë në Shqipëri. Në Shqipëri gjithë kanë një qunteze që është marrë dikur me drogë, një kushuri të dytë që ka marrë pjesë në një grabitje, fiset në Shqipëri janë të mdhaja, nuk mund të nuk mban përgjegjësi, po nuk mban përgjegjësi. Njeriu mban përgjegjësi vetëm për ata që ka kandidatët kishin specifikat e tyre. Në Shqipërinë e sotme, një njeri mban përgjegjësi vetëm për fëmijët e tij, nëse janë nën 18 vjeç, edhe për bashkëshortën, kaq. Të tjerët pastaj janë pjesë. Ne themi prokurorët e spakut, por realisht këta janë njerëzit që bëjnë punën. Po në ndikimin e tyre. Po këta janë hetusit, këta lexojnë letrat, këta merren me hetimin. Prokurorët janë, themi pak a shumë, njerëzit politik të mënyrës se si do drejtohet një dosje, një hetim, por ekzekutimin e bëjnë këta. Ky do t'i shpërndaj hetuesit, kuj do japi një prokurori apo një tjetri. Që prandaj është post i rëndësishëm. Por ky ka përfunduar dhe ne të kalojmë mirë te këta të tjerë tani se ky është zgjedhur. Duket që është zgjedhur. Joni Keta. Domethënë ky do të jetë kryetari i BKH-s. Do të ketë kreun e BKH-s. Tani drejtuesi i ri i SPAK pritet të zgjedhë në 11 dhjetor apo jo kredi? Po. Kush tani ti i ke thënë një herë këtu, po edhe një herë unë dua sepse ndryshojnë gjërat me ditë, me momente. Kush janë kandidatët që do të intervistohen, cili ka më shumë shanse? Spjegon një nga një kandidatë dhe karrierat e tyre. Shkurt. Atëherë po nis nga vetmja grua që kandidon është Doloreza Musabelliu, e cila për herë të parë është risi në garë, sepse në 2 herët e mëparshme ne nuk kemi patur një kandidate grua. Pra në kohën që u zgjodh zoti Kraja si drejtues i pari i SPAK dhe më pas në kohën që u zgjodh zoti Dumani, nuk ka patur asnjë grua në garë. Kjo është hera e parë që kemi në garë për kreun e një strukture kaq të rëndësishme dhe kaq të përfolur një grua. Zonja Musabelliu ka qenë prokurore e prokurorisë për krime të rënda për vite me radhë, kaloi procesin e vettingu dhe më pas u emërua në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë në sektorin kundër krimit të organizuar dhe ka goditur disa organizata kriminale, përfshirë ka dosjen plumbiar me të penduarin e drejtësisë Nurettin Dumani dhe ka goditur edhe 2 nga organizatat më të fuqishme në qytetin e Elbasanit në këndvështrimin tim, organizata e vëllezërve Franz Hajdar Çopja, një organizatë që kishte arritur të shtrinte tentakulat në vendet jo vetëm europiane, Shqipëri, administrate tjera me radhë, por e mund i veçojë kur thot zonjën Klodi, mund ta nxjerrim atë se dhe nxjerr të gjithë. Se ajo kuptohet që zonjë, po të tjerë pastaj janë zotrinj. Ndërkohë që organizata tjetër është organizata që drejtohej nga vëllezërit Alibej, që ne e përmendëm pak më herët, pra pas vrasjes së Endrit Alibej, drejtimin e mori Erion Alibej. Pra kjo është dosja, nëse mund ta them, gjevahiri i prokurores që ka hetuar gjatë kohës që ka qenë në prokurorinë e posaçme. Por shenjat janë që kjo prokurore nuk do zgjidhet apo jo? Unë këtë nuk e di se këtë do ta përcaktoj KLP-ja, nisur edhe nga shumë balanca. Sa janë gjithsej tani 4 kemi? Kërcënimi nga grupi. Po, edhe kërcënimi që ka qenë e vënë në shumë. 4 kemi gjithsej. Nga Lajër Taxhiu, një ndër njerëzit më problematik në qytetin e Lushës, që arrestuar dhe dënuar me burgim përjetshëm. Prokurori tjetër është Elvin Gokaj, ka qenë prokuror në Elbasan. Nga Elbasani u zgjodh strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, është zotëria i vetmi me syze. Po. Gokaj ka hetuar në prokurorinë e posaçme dosjen Buka, që është më përfaqësues. Mos i lëvizni ato se bregabimuni se janë me emra fotot. Ka marrë të pandetur ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj dhe është duke vijuar ndërkohë hetimin edhe për një pjesë tjetër. Klodian Braho është shefi sektorit për... Ka dhe akshin kë? Kush? Jo, nuk e ka më, po gjithsesi e kishte dikur. Po nuk e ka më.
Kështu që them mos e ngatrojmë atë se është pak më e koklavitur, nëse do të flasim për Akshin, na thret Ylli Rakipi një emision tjetër, se është një çështje goxha me pesh. Mund ta bëjmë këtë. Është goxha me pesh, por nuk e ka gokaj, kështu që po e sqaroj. Zoti Braho është në sektorin ka qenë edhe në krimin ekonomik, korrupsion të zyrtarëve të lartë, por është edhe tek krimi organizuar, sepse ka kaluar nga njëri sektor në tjetrin. Një ndër dosje që ka patur së fundmi është ajo e Toyota Auris, ku është arrestuar ish drejtuesi i prokurorisë së Vlorës, një hetuese, ish hetuese e prokurorisë për krime të rënda, dhe janë shpallur një kërkim i biznesmen dhe po ashtu i arrestuar, ose më saktë u dorëzuar një avokat, që konsiderohet si dosja ndër dosjet më të rëndësishme që ai ka patur për shkak të peshës që kishte dosja, një si profesionist në mesin e prokurorëve, ka qenë prokurori që ka arrestuar dikur Shpëtim Gjikën në nisjet karrierës së vet në qytetin e Vlorës, sepse nga aty ka nisur në një farë mënyrë të jap edhe shkëndijat e para si prokuror, ndërkohë i radhës është Adnan Xholi dhe sigurisht pa një peshë të rëndësishme. Adnan Xholi është prokuror karriere, ka qenë dikur te krimet e rënda, ka qenë disa herë në postin e drejtuesit dhe shefit të sektorit, ka hetuar një sër çështjes të rëndësishme. Drejtorisë gjyqësore në prokurorinë e përgjithshme 2018. Dhe më pas ka hetuar një sër dosjesh në prokurorinë për krime të rënda që nga masakrat e vitin 1997, siç ishte masakra e Cërrikut apo e Qafgjashtës. Aktualisht ka hetuar përgjithsisht krimet e kryera nga banda e Durrësit. Është një prokuror në mbrojtje prej një kohe të gjatë bashkë me familjen e tij për shkak kërcënimeve që ka patur nga disa grupime kriminale. Pra ky është profili 4 kandidatëve. Ju do të thoni cili është emri, për SPAK askush asnjëherë për asnjë arsye nuk mund të jap garanci, sepse aty lëviz gjithçka me një vot. Janë 11 antarë, të cilët në datën 11 dhjetor do të ulen, do të dëgjojnë kandidatët sipas rendit alfabetik dhe do të votojnë por në të njëjtën mënyrë brenda asaj dite. Që sigurisht do të jenë në syrin e partnerëve ndërkombëtar, do të jenë në syrin e politikës, do të jenë në syrin e medias. Më vonë kam një pyetje për këtë. Në syrin e politikës, sidomos politikës ndërkombëtare. Në fund fare atë votën kaq do të thoshë, në fund fare atë tek vot e kontrollon ambasada amerikane siç e kontrolloi 3 vjet. Askush nuk të jep garanci për atë. Se të bëjmë sikur nuk ishim këtu. 3 vjet më parë. Jo, do të shpres pak më poshtë. Jo, 3 vjet më parë Altin Dumani nuk kemi të njëjtën, jo, po nuk kemi të njëjtën Amerikë. Më lejo të zbres pak më poshtë. Jo, vetëm 2 fjali kam. Jo, po mos fol të Amerikës, po jo pra, se do flas më vonë. Mirë. Ke gjë tjetër për këta? Kandidatët, si këto që përshkoj... Nga të gjithë kandidatët në mënyrë personale, një vetëm Adnan Xholin, e kam njohur që kur ka qenë prokurori i rrethit Gjirokastër në vitin 1998, aty e kam njohur në çështjet më të rëndësishme që kishte Gjirokastra aso kohë, të tjerët nuk kam patur asnjëherë, domethënë i kam parë vetëm në salla gjyqi, nuk kam patur ndonjëherë ndonjë komunikim në intervistime sipër, kanë qenë me më largë Tiranës, nuk kam patur kurrë në një kontakt me ta për të kuptuar mënyrën e tyre, vetëm me zotin Xholi për arsye të punëve të shpeshta që jugu i vendit kishte në atë kohë. Mendoj që ka lëvizje dhe ujëra që ndërkombëtarët do ta përcaktojnë siç e përcaktuan 3 vite më parë. Ka një gjë kësaj radhe që nuk bëhet fjalë në përzgjedhje midis një kandidati preferuar nga amerikanë dhe një kandidati jo, po të mos do më lejosh të zbres se e ndalova, po të them për këta të 4 ti çfarë di një gjë që ta veçosh. Foli Klodi dhe di këtë gjë që të 4 për të 4 çka kanë pyet dhe çfarë informacione kanë marrë, kanë marrë të gjithin pozitiv për të 4. 4. Është gjë shumë e mirë, nuk e di tani se si lëvizin gjërat, më i pjekur i duket Xholi për shkak edhe të aktivitetit që ka pas në drejtim. Nuk di të them tjetër, sepse edhe nuk kam, si njoh asnjërin dhe s'kam kontakt me asnjërin. Tëra ti mendon një. Atëherë të zbresim këtu ku u tregua pak Bregu si shtetanik. Kur u zgjodh Altin Dumani tha Bregu, të cilin unë e kam skaletuar këtë si pyetje, ishte qartë se preferoi nga amerikanët. Madje Yuri Kim vajti dhe në mbledhje. Po shkonte nuk do të ishte Altin Dumani. Po të mos ishte aty. Jo, Jaku, keni këtu. Edhe shkojnë mbledhje. A do fitoj më i mirë. Po këtë herë dini gjë të duan amerikanët. Prapa ata ambasador këtë radhë. Po jo, po ka problem. Jemi të ngarkuar me punë. Besoj se për shembull
ta zëm për një moment që s'not kur, se nuk, për një fshat si Shqipëria nuk merret presidenti. Po kë presidenti që ka ardhur në Amerikë, për shembull mund të thosh të rivendoset Altin Domani. Po nuk do Domani. Pastaj do thosh për shembull të nesmen të vendoset Gjorli. Çfarë do thosh? Pastaj do thosh po prit këtu që nga një zonjë të vendoset kjo. Siç po ndodh me të tjerat më. 28 pika në Ukrainë dhe zgjidhet problemi thotë. Aty dorëzohet gjithë Ukraina. Ose thot gjë tjetër. Pra kemi një Amerikë me këtë që ju përshkova unë, kemi një Amerikë tjetër. Nuk është Amerika që njohim deri sot. Një Amerikë që merrte vendimet e gjithë botës. Është njëri që merr vendime, po tërhiqet nga këto vendime. Ose thot unë s'jam këtu. Amerika is the first. E para. Dhe smeret, po pastaj merret fort. Pastaj shtron qylim Putinit dhe pret. Pra, po themi atë miseta poshtë, se Donald Trumpi nuk merret me ne. Bile edhe merren, për shembull kur duan të merren, ata merren. Desha ta merrja unë për këtë, po do ta bëj ndoshta në ditët e ardhshme se del kryeministri ynë bën dhe batuta në për perëndim. Kohët e fundit ka filluar të merret shumë. Bën dhe batuta e gjithë dhe merret me këtë dhe pam bën sekretari i shtetit, bën deklarata Rubio, bën deklarata interesante për Shqipërinë. Fut dhe gjitha që s'futen asnjëherë kur. Po ndoshta i bën vetë ky, i kërkon vetë ndonjëherë me i ble me para si thua, po kjo është një temë tjetër. Tani, ju thoni që amerikanët e kanë zgjedhur amerikanët. E kanë zgjedhur amerikanët. Ne nuk e dim. Po kë kanë vendosur këtu amerikanët? Jo, ne nuk e dim. Amerikanët e kanë zgjedhur. Gjithmonë po themi që nuk është ajo Amerikë. Por nuk ka rëndësi, zotë Rakipi, edhe kur... Pushtetin e kanë ata, pavarësisht se kush do të nuk po them pushtetin, po nuk e përdorin. Pak e ka. Dhe ata do Çështja është do ta përdorin amerikanët mos, se po thanë amerikanët këtu. Ata do të caktojnë njeriu me të cilin e kanë më të lehtë komunikojnë, tek i cili besojnë se mund të realizojë kërkesat e tyre, kështu që është e qartë fare. Nuk jemi më si para 3 vitesh kur qeveria kishte njeriun e saj dhe amerikanët kishin njeriun e tyre dhe pati përplasje 5-5 edhe vota e fundit përcaktoi se kush duhet zgjidhej dhe u zgjodh Dumani. Kam përshtypjen që edhe këtë radhë është përcaktuar qartë se kush do jetë nga këta të katërt. Ti thua është përcaktuar? Patjetër. Ne s'dim emrin. Patjetër. Amerika thoni ju i ka bërë. Zotë Rakipi, amerikanët edhe kur nëse mbani mend nga gjitha strukturat u pezulluan fondet e tjera me radhë, amerikanët për asnjë moment nuk kanë dalur e cejallëket në prokurorinë e posaçme, pavarësisht mënyrës se si ato e bën. Dhe po të shikosh në të gjitha lëvizjet që ka patur SPAK në zgjedhjen e drejtuesit të BK-s, por edhe në zgjedhjen e drejtuesit të SPAK aktualisht, pra që e bën KLP-ja si proces, ata gjatë gjithë kohës kanë qenë të angazhuar dhe vazhdojnë të ndjekin disa nga proceset kryesore gjyqësore, pa të gjitha ato procese që ka një rëndësi të veçantë të njerëzve politik, pra të njerëzve të rëndësishëm, apo të eksponentëve të caktuar të botës krimit, të cilët i konsiderojnë si rrezik jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vendin e tyre, ekspertët amerikanë ose vëzhguesit amerikanë vinë dhe i ndjekin nga afër proceset gjyqësore. Në rastin konkret është e përfshirë edhe ambasada britanike dhe po e ndjek nga afër të gjithë këtë proces. Dhe unë ndaj të njëjtin qëndrim si Bregu që ata e kanë emrin e personit, mund të ndodhte që amerikanët kishin kandidatën e tyre dhe europianët një kandidat tjetër të tyre. Ndoshta kjo mund ndodhte si përplasje, por jo raport tjetër. Britanikët nuk janë, në rastin konkret nuk janë. Delegacioni BE-ja mund kishte një kandidat të tyre, po prap, kjo është një gjë mbështetur nga amerikanët. Po politika jonë, mirë tani dakord, ju thoni akoma besoni që Amerika është. Unë nuk e besoj, Si që ka ndodhur ngjarjet e fundit ylli, besohet që amerikanët kanë ndikim dhe të fuqishëm. Ato janë kështu ngacmime edhe këto që ndodhin, janë ngacmime jo... Tani, kështu na duket ne, po ne i kujtojmë ata prokurorët si kur duhet jenë nga 200 kg ata që edhe t'ja bëjnë mu. Në fakt ata janë të satë. Më shkruan dikush që si thotë sa e të mërshme është, lehtësia me të cilën thuhet që kryetarin e SPAK na e zgjedhin amerikanët, edhe kjo është dhe mirë, është dhe shumë tronditse. Sigurisht në një vend si Shqipëria, thuaj nuk ka se si tjetë ndryshe, zotë, kushdo qofsh. Me thonë edhe në Afrikë nuk ndodhë. Po jo, po të na e zgjedi politika dhe pastaj ta përdori si kobure për çfarë t'i doj qefi. Ishte për ne vllak të radhën e parë, nuk kishim zgjedhur Altin Dumani, kishim zgjedhur një njeri që ishte në SPAK që nga zgjedhja e Altin Dumani deri tani dhe ishte harruar emri. Qartë. Shumë e qartë, jo e qartë. Nuk është dhe shumë, po unë nuk e kuptoj këtë gjë, po ju thoni që doni tani, se para ca kohësh e bënte Bashkimi Sovjetik këtë punë. Po. Pastaj e bëri Kina. Po prit moj zonjë tani se të keqen dhe e vogël pak para. Zotrote, tani para ca kohësh e bënte zonjë Bashkimi Sovjetik
ambasadori sovjetik këtu. Po pse do thuash ishte... Pritor të mbaroj tani, ore do më linde mua Vullneti Parti Socialiste... Ore do më të lejosh, të pësem edhe unë i gjemë, burë. Se jo vetëm pës, më them dhe në njerë, kur qikoj që ju ja futni në njerë, edhe unë do them në njerë. Unë ha sjell në vete. Jo sjell në vete, e bënte Bashkimi Sovjetik. Pastaj e bënte Kina e madhe popullore. Urdhrat këtu. Kina nuk më të shumë. 2 luan ka sot bota, një Azia, një Evropa. Thosh, një Tiranë në veri ynë, Macedonin kin, e kupton. Dhe një popull një mbaruar në çdo pikpamje. Tani e bën në Amerika. Le të jetë më kushtëdoj, nuk ka rëndësi. Është një turp i madh tani, këtë që ndodh. Kjo që ndodh në vendin tonë, e kupton, të mbaruar. Sepse vend nuk bëri kur shtet dhe një qeverisje të mirë, zoti Rakipi, dhe kur nuk i ndau pushtetet nga njëri tjetri. Kështu që normalisht kështu do të përfundoj. Pse kush na e zgjedhi tjetërt? Na e zgjedhi Rama, Berisha apo Meta? Na e thuaj, zotërisë, na japi zgjidhjen. Me qënë se... Po këta të zgjedhin, ose meri këta përmendere dhe flaki. Po qarë, po këtu duhet gjetur një mekanizëm, sepse dhe kjo letësia që ne kryuam këtë strukturën, edhe kjo struktura të hetoj këta njerëzit të cilët po na drejtojnë... Një saksim të të ata që folën, thot dikush tjetër, Dumani u zgjot me 5 vota dhe jo shumicë absolute. Kjo ka qenë tem debati mes juristëve. Ka qenë tem debati dhe u tentua, thuaj zotërisë, të ndryshohet rregulloria, por u konsiderua e ligjshme sepse të tillë kishin rregullore mbi cilën u votua në atë kohë. Propozimi që bëri Erin Mërkuri më pas është një histori që nuk kishte, thuaj, efekt prapaveprues. Dhe mos harroni që doli dhe prokurori Lalla, që tani rin në Itali, dhe tha, më shkruajnë, dhe thoshte, më tha ambasadori amerikan, mos e to bankers. A kupton të tani që ndodhë, bankersi që s'ka lënë gjepa vjetur këtu, që ne dalim edhe gjemë në kemë nuk ujmë prapë, sepse kanë vjetur gjitha. Dhe prokurori doli, prokurori përgjithshëm dhe tha, ka ardhur ambasadori amerikan dhe tha mos e to bankersin. Dhe për të shkaku hoqë. Prokurori që të kishte. Ai nuk e kishte hetuar. Edhe në atë kohë ishin Amerikanët, sot janë kinesët, po ajo që doja toja që ju duket çudi, unë kam parë 2 herë. Ora amerikane, jam në rasti që të themu në Amerikanët e përdorën në prokurorin, donin të përdorën prokurorin e përgjithshëm, për çfarë donë të menderi atyre. Atere, okej. Unë do sjell... Mos e to bankersin, që ka vjetur Shqipërinë në miliarda dollar. Unë do sjell dy gjëra të cilat janë publike. Kjo që ju thash, me zonjën Juri Kim atje, që nuk ikte nga salla, derisa të votoj zoti Dumani, dhe kam parë po të njëjtën situatë me një ambasador tjetër tek ato 11 votat e famshme, tha, këtu fiton më i miri, dolën ato 10 votat, mas një ave tha që duhet votuar dhe ato që ishin që tundeshin, edhe mbaroj se ata e kishin zgjedhur kushtet. Politika ka në interferencë? Po humbi politika. Në dy fjali. Tani. Jo, nuk ka. Po ka thashe theme, jo thashe theme, po shumë një gazetar që punon me ne, po më shpjegon dhe mua para një ore gjysmë se kam të programit është, që duan Xholin, edhe një pjesë e mire majorancës, po dhe opozita. Po të japi fakte për këtë. Jo. Sepse unë mendoj që... Xholin e duan gjithë se... Po mund t'jetë me mirë Xholi më? O, Xholi mund t'jetë me mirë. Xholi është prokuror karriere. Tani, Xholi ka... Unë po them, kur e kam taku për herë të parë është 98-a. Atere të mos vjojmë të se duke pasaj sikur mos vjojmë të se duke të shtjem falë. 27 vite, por Amerikanët do të ndikojnë, unë besoj që ata e zjedhin. Se kush është emri, ne tani se hedhim do të... Unë mendoj Amerikanët, o ti, vazhdojmë të thuash Amerikanët. Mirë brenda, jo, mirë brenda, edhe brenda kështu. Po Dumanin më kush e zjodhi, ata e zjodhin. Tani... Ti thua ka ndruar kohët. Leruar të shikusë, ka që kishim për pjesën e parë. Zotin Lala, zotin Bregu dhe zotin Ferdinand Erviçi, unë i falenderoj shumë, tera do mbetesh ti pjesën e dytë, do vazhdojmë të flasim për gjëra të tjera, por që nuk është se ndryshojnë shumë nga këto që folëm deri tani, janë të tjera, por... Po s'janë me Amerikanë. Si që të shikojnë, por nuk ka... Jo, Amerikanë. Amerikën e kemi... Janë Amerikët. Amerikanët janë aty komplet, në çdo gjitha gjërat. Fare shkurt publicitet rikthemi, faleminderit shumë,